Më ka çuar një djalë, numrin e një shokut vet, Xhevo nga Laçi e ka emrin kjo. Dhe thuaj që më ke thy zemrën do të thy lokalin. Na ta marrim. Alo, me Xhevin jam të fal? Ku je ti herë? Ku vërdall? Se dësha me cërin dëgjona. Kush je? Kush jam? Shikom, realisht mos më bëj të ngrihe nervat, se di shumë mirë që... Ja, lume mos. Dëgja, unë do të them diçka. Merre si kërcenim si duash. Siç më ke ti mu zemrën, unë ty do ty lokalin. Ma e men po them. Kush je më shpirt? Po çfarë shpirt është shpirt, që të gjithave ti, si ndjes kush jam? Ja. Ka barmalli më mu? Shumë Xheva. Ku do ta bëj? Ku je ti zemër? Asaj gjë që unë si përshtatje marrëdhënie me shoqet e mia. Asaj gjë që kam pas aty. Po kështu më sa të mua atëherë, po më thësh që isha ndryshe nga të tjerat. Po. Jo, i kam gjonat e qarta, nëse e di se me do të flet, i kam gjonat e qarta. Dhe bëjmë një takim 5 minutë bashk? Si të përputhen? Po, vazhdoj. Përshëndetje, jam Xhevi, edhe më njeh shumë mirë përderisa më marr telefon. Po. Përshëndetje, nuk më njihni nga zëri? Ku jam nga zëri? Unë jam Angje.